7 zbulimet e shekullit 21. Ja disa nga zbulimet më të rëndësishme dhe interesante të shekullit 21 deri tani. I kemi pikatur 7 prej tyre. Në 1. Zbulimi i virusit të koronavirus COVID-19 2019-2020. Një virus i ri SARS-CoV-2 që shkakton sëmundjen e COVID-19 u identifikua fillimisht në Wuhan, Kinë. Ky virus shkaktoi pandemi globale dhe ndryshoi jetën e miliona njerëzve. 2. Galaktika e re e quajtur ARP 147, 2010. Zbulimi i galaktikës së re që ndodhet shumë larg në hapësirë. Duke përdorur teleskopin Hubble, kjo ndihmoi astronomët të kuptojnë më mirë formimin dhe evolucionin e galaktikave. 3. Zbulimi i pllakave të reja gjeologjike në ndetin e Veriut, viti 2000. Gjeologët zbuluan pllakën e re tektonike që ndodhet në ndetin e Veriut, duke ndihmuar për të kuptuar më mirë dinamikën e tokës dhe ndryshimet gjeologjike. 4. Zbulimi i egzoplanetave të reja. Mijëra planetë jashtë sistemit tonë diellor janë zbuluar duke përdorur teleskopet modern si Kepler dhe TESS. Këto zbulime ngritin pyetje të mëdha rreth mundësisë së jetës jashtë tokës. 5. Zbulimi i lëndës së errët dhe energjisë së errët 2006. Studimet treguan se pjesa më e madhe e universit është e përbërë nga lëndë dhe energji që nuk mund të shihen, por që ndikojnë në zhvillimin e universit. 6. Zbulimi i DNA-s të gjallë të kafshëve të zhdukur. Shkencëtarët kanë kryer kërkime për rikrijimin e kafshëve të zhdukura duke përdorur teknologjinë e gjenetikës si rikthimi i disa specieve të zhdukura. 7. Zbulimi i energjisë së gravitonit 2020. Për herë të parë studiuesit shprehen mundësinë e identifikimit të gravitoneve përmes eksperimentimeve që lidhen me gravitonet, të cilët janë grimcat e hipotetizuara të forcës së gravitetit. Këto janë vetëm disa nga zbulimet kryesorë të shekullit 21. Prandaj, në vimësi, normalisht se do ketë edhe zbulime të tjera të cilat i shërbejnë njerëzimit, por për të cilave dhe merr mësim njerëzimi. Gjitha këto zbulime shkencore, pra, janë një fakt i realitetit historik shkencor që ka ndryshuar, pra, edhe refleksionin e të menduarit tek njeriu.